Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të programit dhe do të jemi me një djalë i cili në fakt u kthye nga Greqia dhe duket se gjuhën shqipe e zotëronte në mënyrë perfekte edhe pse ishte në klasën e 8. Madje së fundmi e ka vërtetuar nivelin e tij të gjuhës shqipe në një olimpiadë e cila u zhvillua për Shqipërinë dhe Kosovën duke marrë vendin e parë. Ai është Orest Kolla, i cili është bashkë me vllajën e tij Onin ditën e sotme në vizionin e pasdites. Mirë se vini. Mirë si gjetëm, përshëndetje. Është kënaqësi shumë në fakt që ta mbyllim bashkë programin. Dua të përgëzoj pikë së pari Orestin, i cili ka marrë këtë çmim dhe që tregon nivelin e tij të gjuhës shqipe ndonse është rritur në Greqi. Sa vite ke qëndruar atje Orest? Tërë jetën time pothuajse. Ti je kthyer në klasën e 8 nga Greqia në Shqipëri. Apo jo? Ishin prindrit e tua ata të cilët insistonin ndoshta që ti të mësoje gjuhën shqipe sa më mirë? Po, ata kanë qenë gjithmonë arsye kryesore që ne dim gjuhën shqipe, edhe ne pse me vllajën kemi folur gjithmonë gjuhën greke, ma ata prindrit ka qenë ata që do një na bërtisi që thosin mësoni gjuhën shqipe. Tani ta flasësh është tjetër gjë, po ta shkruash në mënyrë perfekte, pa gabime, sikurse edhe duhej në atë që ishte Olimpiada e gjuhës shqipe që u zhvillua, është tjetër gjë. Ti nuk e bër asnjë klasë në Shqipëri, apo jo? Jo. Më trego pak si e ke mësuar të shkruarën perfekte gjuhës shqipe? Neve na ka mësuar mami që ku kemi qenë të vegjël abetaren dhe na jo që edhe shkronjët janë të ngjashme me alfabetin anglez, dim t'i shkruajmë. Kanë qenë vetëm të vështira pak me përdorimin e bashkimin e bashkëngjëlloreve ose dhe përdorimin i e-s me pika. E kishit ju me dëshirë në fillim? Jo, si ka shumë për ty se Oresti ishte pak më i madh, ndoshta Jo, se binjak jemi. Jeni binjak? Po, jemi binjak. Kështu që e keni mësuar bashkë, më themi, ishit një kostisht. E kishit me qef këto mësimet që jepte mami në shtëpi me abetaren, apo vështirësia nuk ju bënde që ta donit aq shumë? Nuk e që nuk e kishim me qef, po ishte dhe pak se mësonim gjuhën greke dhe gjuhën shqipe, por gjithmonë na duhej edhe gjuha shqipe se të kthesim një ditë në Shqipëri. Edhe na ndihmoi shumë ajo për gjuhën shqipe këtu në Shqipëri. E mendonit që do ktheheshit? Pra, e kishit në mendjen tuaj që një ditë mund vinit në shkollën? Jo, nuk e kishim, po mami gjithmonë thoshte edhe babi që një ditë do kthehemi në Shqipëri, po ne nuk e që e kemi besuar. Kishit dëshirë të ktheheshit? Kur mami dhe babi thonin që ne do kthehemi në Tiranë një ditë, si ka qenë për ju ndjesia? Arsye kryesore nuk është që do ndryshonin për shembull gjuhën edhe nuk është që do kishim ndonjë problem, po është ajo që ku le shokët, le mësuesit, të gjithë ata që i njohnim. Ishte pak vështirë. Ju kthehet në klasën e 8. Po. Apo jo? Si ka qenë ai momenti i parë kur erdhët dhe duhet të njihnit shoqëri të re, si ju pritën ata, sa e vështirë ka qenë, ju kishit theksin besoj grek, tashmë e keni eliminuar pak sepse edhe jeni në përditshmëri me shkollën në gjuhën shqipe. Po në fillim si ka qenë? Po në fillim kur edhem këtu ishim plot me ankth. Por na pritën të gjithë mësuesit shumë ngrohtë afër, edhe gjithashtu zysa jonë kujdestare na priti akoma më shumë afër, na ndihmojnë të gjitha gjërat, edhe pse neve nuk njesim me shokët tonë, po ata ishin shumë afër pranë nesh, na ndihmonin çdo gjë të vështirë. Vështirësitë më të mëdha ku i keni patur në fillim kur erdhët Orest? Pra ka qenë problem pak për mësimet për ju? Po, kanë qenë për të gjitha lendet sepse edhe termat, ndryshe ka greqishtja, ndryshe ka shqipja. Në çdo lend, në matematikë, edhe në shkencore, edhe në shoqërore. Sa kohë ju desh të përshtateshit, edhe ti kuptonit pak lëndët mësimore dhe të kishit ato rezultatet që ju donit, besoj në fillim nuk ka qenë aq Po, nuk ka qenë aq lehtë, do thosha që i gjithë klasa 8 ka qenë më shumë për të mësuar dhe për të përshtatur, ku tani në klasën e 9 është që jemi më të mirë. Po tani kemi përveçuar gjërat pak më mirë. A mësonit kur shkonit pas shkollës i dedikonit shumë kohë mësimeve që edhe e perfeksionuat kaq mirë gjuhën shqipe sa për të marrë çmimin e parë në gjithë Shqipërinë dhe Kosovën? Po, kishte raste që për shembull rinim deri në darkë me mësimet në historinë, në gjeografinë, se ato dukeshin të thjeshta, por ne nuk i kuptonim në këto lende shoqërore. Kurse në matematikë, kimi, ato pak deshin e fillim edhe pastaj ishin thjeshta. Më tregoni pak për Olimpiadën. Unë besoj që të paktën për Orestin që mori edhe vendin e parë do të ngelet gjatë në memorie, sepse kjo e ka bërë edhe e ka shtyr edhe më shumë që ta mësoj më në perfeksion gjuhën shqipe. Ka qenë kështu, më trego pak ajo ndjesia e parë kur të propozua Olimpiada për të marrë pjesë. Kur propozua Olimpiada, unë të jem realist nuk është që kam patur dëshirën që të shkoj sepse thosha që unë nuk di shumë mirë shqip. Se nuk ja vlen të ja shkoj, po ka qenë zysha e gjuhës ajo që më tha shko se më mirë të mësos sa ke për të mësuar edhe pse nuk fiton. Edhe unë kam vajtur me mendjen që ta mësoj gjuhën shqipe dhe nuk më intereson dhe shumë nëse fitoj apo jo. Duke kaluar fazat dhe fazat, lexonim shumë,
nëse ne kemi bërë gjithmonë praktikë se jemi dhe vlezër binjake dhe i praktikojmë dhe në shtëpi ato. Po, edhe pse që nuk fitova unë, po e ndihmova sumoristin. Pra ju jeni përgatitur të dy bashkë, besoj, në këtë proces. Bëjmë praktika bashkë. Po, edhe duke arritur në fazën finale, është ajo ndjesia se në gjitha këto fazë nuk është që kam patur ankth, se nuk është që kam vajtur ta fitoj Olimpiadën, nuk më intereson dhe shumë. Kurse kur jeni finale ka atë emocionin që pse mos ta fitoj, unë kam arritur deri këtu. Si ishte përgatitja? Si përgatiteshit ju për Olimpiadën? Në fillim e hapni me librin e gjuhës, i jepja unë në drejtshkrimin, në gramatikat, përgjithësore, si gjithashtu na ndihmoi dhe shumë zysa e gjuhës që pas mësimit na rinim edhe 1 orë në shkollë, ne bënim ca punë shtesë. Na jepte edhe modele teze që ishin për Olimpiadat e vjetra dhe kishte raste që na dërgonte për shembull dhe me fotografi për në mbasdite pas shkollës. Që stërviteshit në pasë dhe bëni detyrat në Olimpiadë. Ajo dita kur u zhvillua çdo gjë, e kujtoni me shumë emocion, tregoni pak si ka qenë? Po, unë do të thoshe që për finalen, në fillim kisha ankth, ndjeja duart e ftohta, dridheshin edhe pak, po kur e mora tezën ishte e thjeshtë, sepse ishin të gjitha ato gjërat e përmbledhura, nga ajo që ishte me Kosovën dhe Shqipërinë, dhe kishte me shumë pjesët letrare. Kurse ne ato, edhe pse kishin atë theksin geg, që është në veriu, edhe atë e kuptonin pak. Edhe kishte me shumë me logjik, se sa me gramatik. Çfarë mendon se të bëri fitues të Olimpiadës, Ore, sepse aty kanë marrë pjesë shumë nxënës, cilët kanë qenë jo vetëm nga Shqipëria, unë e thash edhe nga Kosova, por ti more vendin e parë. Çfarë mendon se ta dha fitoren? Unë besoj puna e vështirë që kemi bërë unë, vllai dhe mësuesja e gjuhës, gjithashtu është ajo që unë nuk thosha kur e di në gjuhën shqipe, gjithmonë ta mësoj dhe këtë, ta mësoj dhe atë, edhe ajo besoj që më ka dhe mundësinë që të mësoj akoma më shumë. E prisje vendin e parë? Jo, unë realisht e dija që kisha fituar Olimpiadën, po nuk e dija që në vend parë. Prisa një vend 3, 4, se prisa vend parë. Çfarë të thanë më pas shokët edhe shoqet e klasës? Besoj edhe për Joni duhet këtë qenë emocioni madh se ju jeni përgatitur bashkë edhe besoj është fitore që i përket disi edhe Joni se kanë qenë çdo gjë e bërë mes të dyve. Jon, çfarë ju thonin në fillim? Në fillim shokët ishin shumë krenar, edhe jo vetëm shokë, po të gjithë mësuesit, edhe zysa e gjuhës. Ajo ishte shumë krenar në as ajo nuk e priste, po ishte shumë e gëzuar. Edhe une ku e pas për herë të parë që është kishte fituar Olimpiadën ishte shumë i kënaqur. Për punën që kisha bërë që ndihmova. Na pritëm me përqafime, me urime. Ju ka lindur dëshira për të kthyer në Greqi apo tani sidomos pas fitores së Olimpiadës edhe rrethit të mirë që keni krijuar këtu është pak e vështirë të ikni nga Shqipëria? Edhe në vitin e kaluar që sa mbaron shkolla ne ikim prapë në Greqi për pushimet, se ne jetojmë dhe ne ishim në Santorini. Nuk e di nëse keni dëgjuar, është vend turistik i bukur. Edhe ati e shkojmë çdo verë. Kështu që shkoni për pushime më shumë. Po, për pushime. Për të takuar dhe shokët. Mirë, për pushime mund t'ikni rëndësi ka që mos ta braktisni Shqipërinë, sidomos me faktin që ju jeni motivuar tashmë nga një fitore që ju ka ardhur në gjuhën shqipe, për cilën ju përgëzoj edhe një herë dhe ju falenderoj që ishit në vizionin e pasdites. Shumë sukses edhe në vijim. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Ne kemi ardhur në fund të programit, bashkë takojmë nesër, si gjithmonë në 17:50 qëndroni në Vizion Plus.